Hyrje, një dhjetori e kë është thjesht datë, është kujtesë, shpresë dëhë paralajmërim. Çdo vit, më një dhjetor, bota bashkon zërat, heshtjet, frikërat, përvojat dhe shpresat e miliona njerëzve për të shënuar ditën botërore të AIDS-it. Një ditë që i përket të gjithë globit, por sidomos atyre që e kanë jetuar këtë betejë në trupin dhe shpirtin e tyre. Njerëz që jetojnë me HIV, familje që humbën të dashur, mjek që luftuan për jetë, aktivistë që luftuan për dinjitet. Por më shumë se një ditë kujtimi, një dhjetori është një alarm heroik, kujton se HIV ende ekziston, ende përhapet, ende sfidon shoqëritë, ende teston sistemet shëndetësore, ende vë botën përballë një sfide morale, a dim të mbrojmë veten dhe njëri tjetrin? Në vitin 2025, HIV nuk është më ajo diagnoza e frikshme që njihen në vitet 80. Shkenca ka përparuar jashtëzakonisht, trajtimet janë efektive, jetëgjatësia është gati e njëjtë me atë të popullatës së përgjithshme, transmetimi mund të ulet në zero, stigma po zbehet. Por problemi nuk ka mbaruar. Ka vende ku epidemia po rritet, komunitetet të tëra ende të pambrojtura, grupe në rrezik që nuk marrin shërbimet e nevojshme. Në këtë artikull të gjatë, analitik, human dhe praktik do të flasim për gjithçka. E çfarë është HIV dhe si transmetohet? Si ta mbrojmë veten? E pse njerëzit kanë ende frikë, turp dhe hezitim? E cilat janë mitet që duhet të zhduken? E çfarë do të thotë i padiagnostikuar? E çfarë është PrEP, PAP dhe trajtimi modern? E si ndikon stigma? Si mund të kërkosh ndihmë, ku të shkosh, kë të kontaktosh? Ky tekst është një udhëzues, një reflektim, një thirrje dhe një dritë për çdo që e lexon. Çfarë është HIV? Një udhëtim është shkencë, e HIV panikiv është virus, jo moral. Nuk është dënim, nuk është turp, nuk është ndëshkim. HIV është një virus që prek sistemin imunitar. Por nëse kapet dhe trajtohet me kohë, nuk dëmton më. Si funksionon? HIV sulmon qelizat ST4, qeliza të rëndësishme për sistemin ton imunitar. Nëse nuk trajtohet për shumë vite, HIV mund të dëmtojë aq shumë sistemin imunitar sa trupi nuk arrin më të mbrohet. Atëherë shfaqet dese një gjendje avancuar e rrallë sot, sepse trajtimi modern e mban HIV-in të kontrolluar. Fakt kyç. HIV dese. HIV është virusi. Dese është faza e vonshme. Shumica e njerëzve që marrin trajtim e zhvillojnë kur dese. Se transmetohet HIV? Shkenca duhet të detergjith. HIV transmetohet vetëm përmes gjaku sekreti vaginal, sperma dhe lëngjet seksuale qumështi i gjirit në mungesë trajtimi. Kaq. Asgjë më shumë. Nuk transmetohet përmes përqafimit, riputjes sociale, i përdorimit të njëjtës tualet, i peshqirve, pjatave, pishinave, i pickimit të insekteve, djersës, i të kolliturës, dhe ushqimit. Shpesh njerëzit kanë frikë nga gjëra që nuk kanë lidhje me realitetin dhe nënvlerësojnë rrezikun e vërtet. Kontakte të pambrojtura seksuale pa mjete mbrojtje. Së të mbrojmë veten në 2025, tëra armat e mëdha shpëtojnë jetë. Në vitin 2025, shkenca ka 3 mburoja shumë të fuqishme kundër HIV-it. 1. Prezervativët, mbrojtja më e thjeshtë dhe më efektive. Kur përdoren si duhet prezervativët, ulin rrezikun e transmetimit të HIV me mbi 98. Rembrojnë nga sëmundjet e tjera seksuale. Rembrojnë nga shtatzënia e padëshiruar. Problemi nuk është prezervativi, problemi është përdorimi jo korrekt ose hezitimi për t'i përdorur. 2. PrEP, profilaksia parandaluese pre ekspozimit. Ky është ilaçi i shekullit. PrEP është një medikament që merret nga njerëz negativ me HIV për të shmangur infektimin. Kur merret rregullisht, PrEP e ul rrezikun deri në 99%. Përdoret veçanërisht nga çifte serodiferente, njëri partner me HIV, tjetri pa. E persona me partner të shumtë. E njerëz që kanë marrë PPP më parë. E persona në situata ku prezervativi nuk përdoret rregullisht. Është i sigurt, i miratuar dhe përdoret gjerësisht në gjithë botën. PPP, profilaksia pas ekspozimit. Nëse dikush dyshon se ka qenë i ekspozuar ndaj HIV, i PPP duhet të merret brenda 72 orëve, dhe idealisht brenda 2-6 orëve. E merret për 28 ditë, dhe unë ndjeshëm rrezikun e infektimit. PPP është urgjencë mjekësore si pilulë emergjence kundër HIV. Kontrolli, testimi është e rëndësishmja, testimi nuk është akt frike. Testimi është akt force. Njerëzit që testohen dhe zbulojnë hershëm, të fillojnë trajtimin me njëherë. Zjetojnë jetë të gjatë dhe të shëndetshme. E nuk e transmetojnë virusin. Shumë njerëz jetojnë me HIV pa e ditur. Një person i padiagnostikuar është rrezik për veten dhe për të tjerët. Prandaj testimi është themelor. Trajtimi modern HIV është biktim e jetës në vitin 2025. Trajtimi HIV është i thjeshtë. Një tablet në ditë. Shumica e trajtimeve janë shumë efektive, thuajse pa efekte anësore dhe ulin ngarkesën virale në zero. Dhe këtu vjen një prej zbulimeve më të rëndësishme. Undetectable, untransmitable. Nëse virusi nuk është i zbulueshëm, nuk transmetohet. Kjo është e konfirmuar nga qindra studime ndërkombëtare. Një person që merr trajtim rregullisht, zjeton një jetë të shëndetshme. E nuk e transmeton HIV-in. Mund të ketë fëmijë pa HIV. Punon, studion, dashuron, ëndërron, jeton.
Është pothuajse si çdo njeri tjetër. HIV sot nuk është fundi. HIV është një gjendje e menaxhueshme si diabeti, presioni i gjakut apo sëmundje kronike të tjera. Stigma, pandemia e padukshme HIV vranë është shumë se HIV. Pjesa më e errët e historisë së HIV nuk është virusi. Është sjellja e shoqërisë, stigmatizimi, paragjykimi, turpi, gjuha e dhunshme, izolimi, humbja e punës, diskriminimi. Shumë njerëz u vranë nga përbuzja para se t'i vriste sëmundja. Edhe sot ekzistojnë mite dhe frikëra që i largojnë njerëzit nga testimi dhe trajtimi. Stigma vret, dia shpëton. Askush nuk meriton të trajtohet me mungesë dinjiteti për shkak të një virusi. Grupet të prekura realiteti i 2025. Epidemia prek secilin, por disa grupe janë më të rrezikuara. Të rinjt 16-30 vjeç. Komuniteti LGBT. Punonjësit e seksit. Përdoruesit e drogave me gjilpër. Migrantët. Partnerët e individëve që nuk testohen. Gra në zona me akses të kufizuar shëndetësor. Por askush nuk është imun. HIV nuk zgjedh prek të pasur dhe të varfër, qytetar dhe fshatar, burra, gra, njerëz të çdo profesioni. Së tërë mbrohen të ri, edukimi mungon, rreziku të rinj shpesh kanë, dhe informacion të mangët, presion shoqëror, partner të ndryshëm, mungesë prezervativësh, mungesë komunikimi me familjen, mite dhe ngurim për testim. Edukimi seksual nuk duhet të jetë tabu. Ai duhet të jetë mjet mbjetese. Së tërë kërkojmë ndihmë, gujt për edhe njerin se dikush dyshon për ekspozim ndaj HIV-it. 1 kërko PP brenda 72 orëve. 2 bëj test pas 4-6 javësh. 3 mosu vetë dëno. 4 lidhu me një mjek infeksionist. 5 kërko këshillim psikologjik nëse ke ankth. Psikologët dhe mjekët nuk gjykojnë, ata trajtojnë. Mitet të HIV duhet të rëshuen një herë e mirë. HIV transmetohet përmes puthjes. Jo. Vetëm njerëzit e caktuar marrin HIV. Jo. HIV nuk bën diskriminim. HIV është dënim moral. Kur? HIV është fundi. Jo. Në 2025 HIV është e trajtueshme. S'ka nevojë për testim nëse duke mirë. Absolutisht jo. HIV është i heshtur në fillim. Bota që jemi HIV 2025, bota ka arritur shumë. Më pak transmetime vertikale nëna fëmija. Trajtime më efikase. Miliona jetë të shpëtuara. Prepi lirë dhe i aksesueshëm. Programe të mëdha ndërkombëtare. Por jemi larg fitores. 39 milion njerëz jetojnë me HIV. 1-3 milion infektohen çdo vit. 630.000 vdesin çdo vit, shumica në vendet pa trajtim. Stigma ende ekziston. Sfida e 2025 është informimi universal. Pse njerëzit ende kanë frikë të flasin për HIV? Sepse HIV preku temën më të ndjeshme të njerëzimit, seksualitetin. Turpi e ktheu virusin në tabu. Tabuja krijoi ignorancë. Ignoranca përhapi virusin. Zgjidhja është vetëm një, komunikimi i hapur. Histori humanizuese, tregime duhet të rëdëgjohen. Në çdo komunitet ka njerëz që jetojnë me HIV. Disa janë të hapur, disa jo. Të gjithë meritojnë dinjitet. Historia 119. E diagnostikuar 7 zën, e friksuar, e tronditur. Sot, fal trajtimit, ajo dhe fëmia i saj janë plotësisht të shëndetshëm. Historia 2, një i ri. U diagnostikua në mënyrë aksidentale. Sot punon, udhëton, mban marrëdhënie të shëndetshme fal trajtimit. Historia 3, një çift. Njëri pozitiv, tjetri negativ. Sot jetojnë pa frikë fal dhe prep. Këto nuk janë histori filmash, janë realitet i përditshëm. E ardhmja a këshërim? Shkenca po ecë me hapa të mëdhenj. Vaksina eksperimentale. Trajtime me injeksion afatgjat. Terapi gjenetike. Kërkime për shërim funksional. Raste shumë të rralla të shërimit të plot pas transplantit të qelizave staminale. Shërimi universal ende nuk është realitet, por nuk është më ëndër e pamundur. Çfarë duhet të bëjmë së shoqëri? Të flasim hapur. Të eliminojmë turpin. Të edukojmë të rinjt. Të shpërndajmë informim të saktë. Të mbështesim testimin. Të mbrojmë të drejtat e njerëzve me HIV. Të normalizojmë trajtimin. Të promovojmë PrEP dhe PAP. Askush nuk duhet të mbetet i vetëm. Askush. Mesazhi final, 1 dhjetori e kë është trishtim, është mbrojtje. 1 dhjetori është simboli jetës, jo i vdekjes. Është ditë edukimi, solidariteti, dinjiteti. Dita kur bota thot me një zë të vetëm. Mos ki frikë të testohesh. Mos ki frikë të trajtohesh. Mos ki frikë të kërkosh ndihmë. Mos ki frikë të jetosh. HIV sot nuk është akt përfundimtar, është faqja e librit të jetës që mund të shkruhet me shëndet, dinjitet dhe shpresë.